Mund zbulojmë pak për rolet e juaja? Sa do pak ndoshta kë luani, apo mënyrën se si do e portretizoni? Apo edhe thjesht si e keni ecur si proces? E besoj se cila shfaqje, se cila qoftë edhe njëjta shfaqje, besoj po vetë repriza apo prova gjithçka ka një afat kohor ose mënyrën si e trajtoni gjithçka të vetën, atë personalen që jep një secili rol. Tash me ardhin e regjisores Shenaj Mandak, ajo kishte një farë mënyre më ndryshe, më eksperimentale të punuarit, edhe vendosi tha do të eksperimentoj edhe me ju. Është teatr fizik, është më shumë jemi në lëvizje, me shprehemi me trup, normal që ka edhe tekst, patjetër. Interesante është që gjithë luajmë nga dy role, na ka lënë edhe hapësirë të eksperimentojmë nga jashtë, se si duket unë e luaj Vera, është një tinegjere, po e luaj edhe një profesoresh që është e tmerrshme. Na ka lënë në hapësirë të eksperimentojmë edhe me zërin, edhe me trupin, me si qëndrojmë, si të dukemi, mos të më të egzageruar, po të natyrshëm në atë egzagerim.